Asia jetonte në zemër të Tiranisë. Ajo ishte gruaja e faraonit, njërit prej sundimtarëve më shtypës të historisë. Megjithatë, zemra e saj mbante një të vërtetë të fshehtë. Pavarësisht mjedisit përreth, Asia besonte në të vetmin Zot të vërtetë. Ajo e adhuronte atë në fshehtësi, besimi i saj një dritë e fshehur në errësirën e pallatit të faraonit. Ishte Asia ajo që e gjeti Musa në foshnjë duke lundruar në Nil. Kundër dekretit të faraonit, ajo e mori dhe e rriti si birin e saj. Dashuria dhe mbrojtja e saj e mbrojtën profetin e ardhshëm. Kur faraoni zbuloi besimin e Asijes, mizoria e tij nuk njihte kufi. Ai e nënshtroi atë ndaj torturave të tmerrshme, duke kërkuar që ajo të hiqte dorë nga besimi i saj. Por Asia mbeti e palëkundur. Në momentin e vuajtjes, ajo ju drejtua Zotit të saj me një lutje të fuqishme. Ajo ju lut, siç është shënuar në Kur'an. O Zoti im, ndërto për mua një shtëpi pranë teje në xhenet. Lutja e Asis u pranua. Ajo nuk mbahet mend si gruaja e faraonit, por si një grua me guxim dhe durim të jashtëzakonshëm. Historia e saj qëndron si një shembull i përjetshëm për të gjitha gratë besimtare. Ajo tregon se besimi i vërtet mund të lulëzojë edhe në rrethanat më sfiduese, duke çuar në shpërblimin më të lartë.